Me rastin e 28 nëntorit, ditës së pavarësisë dhe ngjizjes së shtetit shqiptar, në Pogradec u zhvilluan aktivitete përkujtimore dhe festive në nder të kësaj date historike. Ceremonia e ngritjes së flamurit u zhvillua pranë Bashkisë së Pogradecit, ku morën pjesë qytetarë përfaqësues të politikës lokale, veteran, familjar të dëshmorëve dhe personalitete të jetës publike. Kjo është një ditë kur zemrat tona rajnë së bashku me krenari për flamurin kuqezi që barvitet lart. Para 113 vjetësh, burra, gra, të mençur me guxim e bën ëndrrën shekullore realitet dhe pikërisht në 28 nëntor të vitit 1912 ngritën flamurin në Vlorë. Shpallën Shqipërinë shtet të lirë dhe sovran, dhe ky nuk ishte një akt i lehtë, ishte një akt i gjatë, prej vitesh luftrash të pandërprerura, sakrifica, përpjekje të popullit tonë dhe kulmuan pikërisht në këtë ditë. 28 nëntor është gjithashtu dita ku kujtimi i sakrificave të tarëve e pan na bën më të vetëdijshëm për rëndësinë e lirisë dhe identitetit tonë. Ndaj gjithmonë do të jemi krenar, që jemi shqiptar dhe mbaj emrin lart të Shqipërisë kudo që të shkojmë. Më pas aktivitetet vijuan në ambientet e Pallatit të Kulturës, ku u çel një ekspozit dokumentare me materiale historike që pasqyronin rrugëtimin e Shqipërisë drejt mëvetësisë. Programi festiv u shoqërua me një koncert me këngë dhe valle tradicionale, si dhe me performancën e veçantë të grupit Nostalgjia, i cili solli emocione dhe frym patriotike tek të pranishmit.